Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë i ktjellit me alternime vranësirash mesatare në orët e mesditës dhe pesdite, më teksuara këto në relievet malore. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga jugperëndimi dhe veriperëndimi me shpejtësi 6 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 14 deri 28 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 16 deri 30 gradë dhe në Bregdet nga 18 deri 29 gradë Celsius. Për ditën e diel, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i ktjellit me alternime vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura në male, në veri dhe në lindje të territorit. Rreshtet e shiut do të jenë të dobta, kryesisht në formë pikash, në veri në orët e mesditës deri pesdite, në majat e maleve, në veri dhe në lindje të territorit, ndërsa era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 17 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 14 deri 30 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 16 deri 33 gradë dhe në Bregdet nga 18 deri 31 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë kryesisht me alternime vranësirash mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen nga rreshtë shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Për sa i përket kontinentit evropian, ishut britanik, vendet skandinave, lokalisht Europa lindore dhe ajo jug lindore parashikohet kënë mot të vranët me rreshje të herpashershme shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar, shoqëruar edhe me shtrëngata afat shkurtër. Pjesa tjetër e kontinentit parashikohet këtë mot të qëndrueshëm me ktjellime dhe vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë ju takofshim.